le ta ruajmë Kosovën si amanet, le ta ndërtojmë të ardhmen me guxim, le ta mbajmë gjithnjë të gjallë dashurinë për atë dheun tonë. I nderuar President Begaj, e nderuar kryetare Kuvendit Zonja Haxhiu, i nderuar Kryeministër Kurti dhe anëtar të kabinetit qeveritar, shumë i dashur Baca Rifat, të nderuar deputet të Kuvendit të Kosovës, të nderuar përfaqësues diplomatik të shteteve mike, ish president e ish kryeministra, nderuar familje Rugova, familje Jashari, familje të dëshmorëve, përfaqësues të institucioneve të sigurisë, pris fetar të vendit tonë, shumë të nderuar mysafir nga Garda e Iowa, nga Anglia dhe nga shtetet të ndryshme të vendit tonë, shumë të dashur qytetar të Republikës sonë. 18 vjet më parë, Kosova u ngrit nga vuajtja në dinjitet, e nga rezistenca në shtetësi, duke dëshmuar kështu se liria e fituar me sakrificë është e përjetshme. 18 vjet më parë, Kosova u shpall shtet i lirë, i pavarur dhe sovran, duke i dhënë fund një udhëtimi të gjatë e të dhimbshëm, por edhe duke hapur një kapitull të ri të historisë sonë kombëtare. Pavarësia e Kosovës u fitua me mund, me gjak, me sakrificë dhe me durim shekullor. Ajo u ndërtua nga ata që u persekutuan, u burgosën, u dëbuan, u luftuan, por asnjëherë nuk u nënshtruan. Sot me respektin më të thellë, përulemi para kujtimit të gjitha atyre burrave e grave që ranë për këtë ditë në mënyrë që Kosova të jetë republikë. Në themelet e shtetit tonë qëndron vizioni i presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova, arkitektit të pavarësisë së Republikës sonë. Me mençuri, durim, vizion dhe një besim të palëkundur në lirinë dhe dinjitetin e popullit tonë, ai udhëhoqi Kosovën në kohët më të rënda, duke i dhënë kauzës sonë legjitimitet e mbështetje ndërkombëtare, si dhe shpresë të brendshme. Historia jonë mëtej është brumosur në periudhën e luftës për liri. Ajo mban emrin e komandantit legjendar Adem Jashari, familjes së tij heroike dhe të gjithë burrave e grave të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. UÇK-ja është ideali më i madh që ka ndërtuar shqiptarët ndërshekuj. Ajo është zemra e rezistencës sonë kombëtare dhe përgjigjja e një populli të shtypur ndaj një regjimi gjenocidal. Kjo luftë ishte gjithnjë e drejtë, gjithnjë e pastër dhe gjithnjë e domosdoshme. Çdo përpjekje për ta njollosur atë, për ta relativizuar apo për ta barazuar viktimën me agresorin është jo vetëm e padrejtë, por edhe historikisht e pavërtetë dhe tërësisht e papranueshme. Krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës që sot gjenden në Hagë, së bashku me mijëra luftëtarë të tjerë dhe me mbështetjen e palëkundur të popullit të Kosovës, u ngritën për liri, për dinjitet dhe për të drejtën e patjetërsueshme për të jetuar të lirë në atë dheun e tyre. Prandaj çdo përpjekje për ta barazuar luftën tonë çlirimtare me krimet e regjimit gjenocidal të Serbisë, jo vetëm që e minon drejtësinë, por dëmton rënd edhe themelet e paqes afatgjatë në rajonin tonë. Lufta e UÇK-s ishte shtylla jonë më e fuqishme e rezistencës dhe e shpresës. Kjo e vërtet historike është themel i shtetit tonë dhe nuk mund të zhbëhet nga asnjë përpjekje për rishkrim apo deformim të historisë. Sot më shumë se kurrë e kemi për detyrë të qëndrojmë së bashku. Asnjë dallim i yni i së kaluarës apo i së tashmës nuk guxon të jetë pengesë në unitetin tonë në mbrojtje të luftës sonë çlirimtare, sepse kështu ne e mbrojmë pastërtinë e lirisë, pavarësisë dhe vetë ekzistencën e shtetit tonë. Sepse mbi çdo dallim ekziston përgjegjësia jone e përbashkët për ta mbrojtur këtë shtet, i cili është rezultat i një sakrifice shekullore. Duke mbrojtur të vërtetën, ne mbrojmë vetë shtetësinë tonë dhe këtë do ta bëjmë për sa të jetë jeta, sepse lufta jonë çlirimtare ishte betimi i përgjakur i një populli që deshi të jetojë i lirë në tokën e vet.
Secili prej tyre i dha vullën në trup, në shpirt dhe në kujtesë shtetit të cilin e gëzojmë sot. Prandaj sot detyra jonë është që kjo liri të jetë e denjë për sakrificën e secilit dëshmor dhe secilit martir që dha jetën për liri. Kosova u bë shtet për ta mbrojtur të vërtetën dhe për të mos lejuar kurrë që historia të rishkruhet në dëm të atyre që sakrifikuan gjithçka. E populli i Kosovës sakrifikoi gjithçka, deri edhe fëmijët në djep, në mënyrë që ne sot ta gëzojmë lirinë. Prandaj nuk do ta pranojmë asnjëherë në Kosovë e kudo në botë ndonjë narrativ që barazon agresorin me viktimën, pushtuesin me të pushtuarin, e krimin me rezistencën për liri. Të nderuar deputet, rruga e Kosovës drejt lirisë ka qenë një rrugtim i gjatë, i mundimshëm dhe i mbushur me sfida, por edhe me aleanca të fuqishme e me miqësi të sinqerta. Në këtë përvjetor, me mirënjohje të thellë, dua t'i falenderoj të gjithë aleatët tanë, aleatë të cilët i ndërtuam me mençurinë dhe vizionin e presidentit historik, Dr. Ibrahim Rugova dhe burra e gra që qëndruan pranë tij në ndërtimin e këtyre aleancave të cilat do t'i mbrojmë me çdo kusht. Falenderojmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aleatin ton strategjik. Falenderojmë çdo shtet evropian e gjetiu, gjithë partnerët tonë ndërkombëtar që qëndruan për krah Kosovës kur liria dukej e largët dhe e pamundur. Pa përkrahjen e tyre politike, diplomatike dhe ushtarake, ëndra rajon për liri do të ishte akoma e largët. Sot, pas 18 vite shtetësi, kemi arritur shumë, por kemi akoma shumë rrugë për të bërë përpara. Përgjithësia jone e përbashkët është që idealin për të cilin u flijuan dëshmorët, ta vazhdojmë, ta shndrojmë në një shtet të fortë, me sovranitet në çdo pëllëmb të tij, në drejtësi funksionale e të paanshme, në zhvillim ekonomik për çdo qytetar të vendit tonë, në integrim në familjen euroatlantike aty ku e kemi vendin, dhe mbi të gjitha në shpresë për të rinjt tonë. 18 vjet shtet janë edhe më shumë përgjithësi. Le ta ruajmë Kosovën si amanet, le ta ndërtojmë të ardhmen me guxim, le ta mbajmë gjithnjë të gjallë dashurinë për atë dheun tonë, le ta ruajmë lirinë si vlerën më të shtrenjtë dhe ta ndërtojmë shtetin si shtëpi të përbashkët për të gjithë brezat që do të vinë pas nesh. Lavdi dëshmorëve të kombit e martirëve të lirisë, urimet 18 vjetori i pavarësisë, rroftë Republika e Kosovës për mot e jetë. Faleminderit.